shitësi, kur i kalon mallin prej dorës vet tek dora e blerësit, blerësi pa e marrë që të formë përfundimtare, pra një dorëzimi i mallit, domethënë pa ndodh kapti, nuk i lejohet me tregtuar dhe me shit atë mall. Sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam në parim ka ndaluar me shit diçka të cilën e blen pa e bë pranim dorëzimin ose pa u bë pronar i plot fuqishëm i mallit që e blen. Argumentet që flasin për këtë janë të shumta. Kemi edhe ajete, po më tepër kemi hadithe. Thot Allahu i lartësuar në surën Bakara, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda. Thot nëse jeni në udhtim edhe nuk gjeni dikon që i shkruan kontratën ose borxhin. Sepse para këtij ajeti Allahu flet ajetin e borxhit, që është ajetu dein i surës Bakara. E thot nëse nuk gjeni dikon që e shkruan edhe dëshmitar, atëherë këtë e bëni përmes hipotekës të cilën e pronson ai i cili po e bën po e jep borxhin ose e bën shitjen. Por ai i cili jep borxh fetarisht i lejohet me kërku hipotekë dhe me marrë hipotekë diçka për atij që ja ka dhënë borxhin, në mënyrë që nëse nuk mundet me kthy borxhin, ai pastaj e merr këtë hipotekën edhe këtë garancën që e kalon te dhuruesi i borxhit në këtë rast, edhe pastaj e shet ose ja vendos një çmim edhe një vlerë që me e kompenzu borxhin e vet. Mirë, po këtu po na intereson neve fjala Allahu të lartësuar farihanu maqbuda, do të thonë hipotekë ose garancë e cila kapet. Do të thonë kalon automatikisht në pronësinë e atij që jep borxh, në mënyrë që përmes saj pastaj me pas garancion për borxhin e vet se do t'i kthehet, ose nëse si kthehet e kompenzon borxhin për asaj që e ka marrë hipotekë. Gjithashtu Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhu thot i kam pa njerëzit në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam që shisnin ushqime. Kur thuhet ushqime, është për qëllim artikujt edhe produktet të cilat janë përdor për shujta ushqime, sepse ne kemi sot shumë artikuj ushqimor, kemi lloj-lloje të pemëve dhe perime, mirë, po ato nuk janë shujta. Ato mund të përdoren për konsumim mirë, po nuk janë shujta. E këtu është për qëllim hurma, është për qëllim elbi, është për qëllim ushqimet të cilat i kanë përdorur si shujta, edhe janë ushqime to sahabët shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam në kohën e tij. E thotë e kemi pa njerëzit kohët pejgamberit alayhi salatu wasalam që e kanë shit ushqimin e tyre, domthon qoftë hurma, qoftë elb, pa e marrë, domthon pa peshë, domthon kotrum, që i vjen ajo shprehja kotrum, domthon sapo e blen që të thes ose gjysmë thesi ose që të kofe ose që të gjysmë kofe me hurma. Pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wasalam ka urdhëruar që këta nëse nuk ndalen nga kjo formë e shitblerjes, edhe mu rroh me kamxhik, nga se i shisnin ushqimin para se me e bart tek vendi i tyre ku e kanë pas vendin e vet ose tezgën e vet ku e kanë shit. Domthonë e kanë blenë në vend, edhe për çati vendi ku e kanë blenë aty e kanë shit, e pejgamberi alayhi salatu wasalam i kanë ndaluar për kësaj forme për arsye se nëse e blen ushqimin ose nëse blen artikuj ushqimor të cilat përdoren për shujta të njerëzve dhe ushqim, atëherë duhet me marr prej vendit ku është blej, me vendos në depo të blerësin këtë rast, ose të vendi ku e ka në treg aty, në mënyrë që mu bë transferi dhe bartja.